Ish banorja e edicionit të tretë të Big Brother VIP Albania, Francesca Murati, ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut me një deklaratë të sinqertë në rrjetet sociale, kësaj here lidhur me fen dhe zgjedhjet personale të grave. Gjatë një bashkëbisedimi virtual me ndjekësit, ajo mori një pyetje direkte: a i mbështet femrat që janë me mbulesë? Përgjigjja e saj ishte e qartë dhe pa ekuivok: çdo femër është e lirë të bëjë çka do zemra e saj. Secila ka rrugën dhe bindjet e veta. Me këtë qëndrim, Francesca theksoi rëndësinë e lirisë individuale dhe respektit për zgjedhjet personale, sidomos kur bëhet fjalë për çështje të ndjeshme si besimi dhe mënyra e jetesës. Ajo madje zbuloi një detaj që për shumë kënd ishte i panjohur deri më tani. Unë, për shembull, falem 5 vakte, edhe pse nuk do ta zgjidhja si gjë për veten time, u shpreh ajo, duke lënë të kuptohet se raporti i saj me fen është personal dhe i brendshëm, larg ekspozimit publik. Francesca shtoi se mbështet çdo grua në zgjedhjet që bën për jetën e saj, duke theksuar se askush nuk duhet paragjykuar për mënyrën si vendos të shprehë besimin apo identitetin e vet. Aktualisht, Francesca është pjesë e panelit të Big Brother Fan Club si opinioniste, krah analistit të njohur Arjan Konomi. Roli i saj në këtë format ka sjellë një tjetër dimension të personalitetit të saj në ekran, duke e pozicionuar jo më si konkurrente, por si komentatore dhe vëzhguese e dinamikave të lojës. Edhe pse kanë kaluar 2 vite nga eksperienca e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Francesca Murati vazhdon të mbetet një emër i komentuar në rrjetet sociale dhe në median roz. Çdo deklaratë e saj merr vëmendje të menjëhershme, duke dëshmuar se figura e saj mbetet ende relevante dhe me ndikim në opinionin publik. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.